Aliu radiallahu anhu kur e kuptoi se marrëdhëniet e tija me Zotin duhet të jenë në bazë të dashnojës e jo në bazë të formalitetit. Çfarë do të thonë kjo? Çdo ibadet që e bante Aliu radiallahu anhu dhe njerëzit e mençur e bëshin nga dashnoja, nga ashku që kishin për Zotin e madhruar. Kurse ne shumicën e adhurimeve e bëjmë në mënyrë formale, duke mos depërtuar ai adhurim në zemrën tonë. E Aliu radiallahu anhu në sajet e kësaj tha, në mënyrë hipotetike e thot këtë gjë, thot sikur të më thuan se në ditën e gjykimit mund ta marrësh babën dhe nanën tënd të të gjykoje për vepra që i ke bërë në këtë dunja, unë do të refuzojsha një ofertë të tillë, nga se e di se Allahu është më i mëshirshëm dhe më i dhemshëm për mua se sa nana dhe baba im. E refuzoj gjykimin në dorë të babës dhe nanës time, nga se e di se Allahu xhalleshanuhu është më i mëshirshëm dhe sa do mëkate që kam, Allahu xhalleshanuhu mi fal. Terori vëlla, Allahu i madhruar kërkon mitësinë tonë, edhe pse na sheh që çdo ditë bëjmë mëkate dhe gjinahe. Por ai krahas mëkateve dhe gjinaheve na falen neve dhe çdo ditë kërkon që lidhja jonë me Allahun xhalleshanuhu të jetë në bazë të dashnojës dhe përuljes ndaj tij. E pse kaq tepër na don Zoti i madhruar? Nga se çdo gjë që njeriu krijon me dorën e tij e don më shumë se sa atë që e blen prej dikujt tjetër. Edhe ne, ashtu si Allahu xhalleshan na ka krijuar neve, edhe ne i duam fëmijët tonë, nga se ne jemi sebeb që i kemi pru në këtë dunja. Sa është e madhe dashnoja e prindërve ndaj fëmijët, është e tepër e madhe. Prindi çdo herë është i gatshëm që t'ia falë fëmijët të vet. E mëshira Allahu xhalleshanu është shumë hise më e madhe se sa mëshira e babës dhe nanës, dhe prandaj Allahu xhalleshanuhu çdo ditë na thirrën që të pendohemi dhe t'i kthehemi atij.